Por nuk jam i fundit, edhe nuk jam maj miri, se tash ka e kam një për mesa... Ju bicajt, jeni bo një brigadë, sidomos shëndetësi kështu me ju... Po, paka shumë, po, për fatë kesë, nëse kemi përjetu në kohën e slobës, nuk kemi kalu ma mirë asë në këtë kohën mas... As këdena, ja? Mirë, praf. Me gjithate, shëqa, luftëtari i parë dhe nuk kalon letë në asë një shoqëri, edhe më demokratiket. Pse? Sepse i pari goditët. Majat goditën, majat kundrështohen, gjërat e reja vështirë pranohen. Do më thonë, unë jemi bindur që prandaj ke kalune për këtë farloj Golgote edhe më pas. Po, je ndër figurat e para të radioterapisë onkologjike në Kosovë. Si duke i kjo fush kër e nisë në fillim? Në e the pak, për çfarë nisë, për çfarë... Unë në fakt kam mbaru specializimin vitin 1980. 80. Specializimin në Beograd e për? Beograd, po. Edhe, në fakt, me qenë se nuk kishim radioterapi, s'kishim aparatur, unë kam punu dikun ofër 4-5 vjetë në radiologjin imagerike, diagnostike. Me organizimit të shoqatës Kosovës kundër kancerit, për sensibilizimin e opinionit lidhur me smundjen malinje, pjesës e cilës ke qenë edhe ti. Kjo shoqatë kryot 1984? 80-ën. A 80-ën kryot? 80-ën është, faktikisht është registru vitin 1981. 81. Po. Si kërkes e ju, ja? Po pasaj ti kishe mbledh profesor tu e ato? Po. Ajo e ka njësë, faktikisht është njësë si sekcion i onkologjisë, e mandej ka kalu si shoqatë e Kosovës kundër kancerit. Kështu që, në fakt, kryetari i parë ka qenë Fajazit Nushi, sa për... A Fajazit Nushi? Mirvete Radonici, Kelmeni, pediatrë. Dhe më thonë, ta ti kanë qenë të portë. Që ka? E kom atë dëshmin kur është registru në listën e shoqatave humanitare, atërë si i kanë registru. Po, një hovë të marë e merë pastaj në vazhdimësi, sidomos... Shikon, ta që vitin 1985, faktikisht dikun ka fundi vitin 1984, atëherë sekretariati për shëndetësi, me insistimin e me kërkesën e neve që ishim të fushës e onkologjisë, është më rëndësi në 78 seke që atëherë sekretariatit ka qenë Steva Baljoshevich. Si minister në... Si minister sot, ishte nësisë. Po. Edhe ne ka ndonë 120.000 marka për aparatin se gjithë kun bot fillimisht kanë fillu radioterapia me trajtimin e kancerit lëkurës. Për shembull në Tiranë ka fillu ky shërbim vitin 1939, ka qenë i pari Kadri Kërçuku, doktor Kadri Kërçuku, që e ka kry këtë veprimtari që është këtë trajtim. Edhe ne 85, sa për kuriozitet, po atë vit 85, më pas kemi mësu që ka formu Instituti i Onkologjisë në Tiranë. Në Tiranë. Edhe faktikisht kemi vazhdu më të tjenë 86-ën për mes aktiviteteve shoqatës e nëzorem edhe projektin për Institutin Onkologjik. Ka pas ofert prej, e kam përfshim edhe në monografi prej mërgjëntarve tonë në veçanti në Amerikë, Red Gjakli, indjerë tash, më shlemru edhe ka kërku prej neve një shkres që është me interes për Kosovën që aktiviteti gjithësisht mbledhja fundeve të ngritë në nivel New Yorkut. Për fat keq, ata që vendosnin atër, që menagjonin fakultetin e mjekësisë, nuk lejuan. Ti e din që fakultetin e mjekësisë ka qenë
faktikisht kapela Për mbi krejt klinikat edhe... ka që vëllit e mjekësis me klinika dhe institut. Po, kanë edhe një çështje që ka mujtë me ndiku dhe politika, Re Gjakli ka qenë në atë periudhë armik i Jugosllavisë. E kemi pas Re Gjaklin musafir, profesor, këtu. Edhe i përshëndesim edhe atë edhe zonjën e tij, Shpresa Gjaklin, doktoreshën që tash ban goxha shumë, sidomos për lëmin e fëmijëve me probleme të autizmit edhe të edhe i ai ka qenë njëri më shumë dikim në qarqet, ka pas kontakte dhe takime me nivellet nga më të lartat në Amerikë dhe kur e kisha musafiri thosha, të tjerët thonë se ke qenë FBI-c, thojke, veç thojnë. Dhe nuk u bë ajo. Po mirë, kështu vetë, se tash kjo kishë fillu një dashuri e madhe jotja, që mja nis një ditë. E kujton ditën e parë kur ke vepru, do më thonë, ke fillu punën si radioterapist me qujtë, ha? Radioterapeut. Radio-onkolog. Radio-onkolog. Po, më kujtohet, ka qenë 8 mars, faktikisht i vitit 1985. 8 mars 1985. Jemi konë edhe në për koncertën e për Kosovë. Po. Koncertet i ke organizu me shoqatën tuaj, edhe me të gjithë neve, që parat që mblidhen të shkojnë... Dedikohen për projekte. Për projekte dhe për... Edhe që është e vërteta, sa për djenin tuaj edhe të opinionet, ato e kom cekë edhe në monografi, po atë ditë, me 8 mars është bë dhe mamografia e parë në Kosovë. Mamografia e parë, me 8 mars 1985. Dhe më thonë, andra jote po realizohet pak nga pak. Se në realitet jemi të folë për qëtë monografi, për dashurin tënë dhe tjetës në realitet. Institutin onkologjik, i cili tash në realitet quhet klinika onkologjisë. Po, ja kanë nëru edhe pse, nuk e di, tash klinika duhet të ketë edhe profesor, tash e ka vetëm një profesor, për fatë mirë tash kanë doktoru disa 3-4 ish specializant mi, tash specialistat onkologjisë, ka një numër i mirë i tyre që po kry një punë të madhe dhe të mirë. Më pas, edhe këtu je pioneri i parë në drejtim të asaj që ke luftu shumë, je përpjek shumë që të kryohen specializantët e ri, radio dhe onkolog. Tash e kanë do edhe onkologjin 2 grupë, onkologjin klinike edhe onkologjin radiologike, gjithë radioterapin. Si i përgjithë si ekipin e mjekve atë? Duhet të përmendi një ngjarje që vitin 1998, kur punonim atër në për shtëpi private, pyeta student sa për i tyre për shembull din ta bëjnë ndaljen e gjakderdhës masive, imobilizimin e gjymtyrëve, kapelen ruse e këto, edhe vrejta që dikun përqini shumë e vogël e tyre din. Edhe ju thash, javën tjetër, do t'i kemi në vend 2 orë onkologji, do t'i kemi 4 orë ndim të parë, për përgatitje se ne jemi në prak të luftës. Edhe ato skica i kom përshi edhe në monografi, që faktikisht në vend të onkologjisë atër ishte prioritet përgatitja edhe të studentëve që mës lufte, plot nga ta më kanë thonë kjo neve na ka vlejt shumë. Na ka ndihmu të shpëtojmë jetë njerëzish. Po, në monografin tuaj, profesor, shkruan 1968-2024.